Vetes time dhe vitit që lam pas. Po të shkruaj këtë letër me një zemër të mbushur me ndjenja të përzjera. Ti ishe një vit i sulmuar nga sfida, por edhe i bekuar me shumë dashuri. Një vit që më rriti, më forcoi dhe më mësoi të jem mirënjohëse për gjithçka që kam. Në këtë vit u realizua ëndra që dikur më dukeshin larg. U licencova, fitova specializimin në dermatologji dhe për herë të parë fillova punë si mjeke përgjithshme. Një hap i madh drejt asaj që kam ndërruar gjithmonë të jem. Ishte viti i parë përballë pacientëve, jo më si studente, por me përgjegjësi të plotë, me emocione, frikë dhe krenari njëkohësisht. Çdo ditë më mësoi sa i shenjtë është ky profesion dhe sa shumë vlen të jesh njerëzore përballë çdo historie që të besohet. Familja ime është gjithçka kam. Ata kanë qenë pranë meje në çdo hap, në çdo lodhje dhe në çdo moment pasigurie. Kur unë dyshoja në veten time, ata besonin për mua. Dashuria e tyre, durimi dhe mbështetja pa kushtëzuar më kanë mbajtur në këmbë edhe në ditët më të vështira. Jam thellësisht mirënjohëse që i kam dhe çdo arritje ime i dedikohet atyre. Por 2025 më mësoi edhe se jeta ditë të godas aty ku nuk e pret. 5 vite më parë në kohën e Krishtlindjes, mora dhuratën më të bukur të jetës time, Holbin, një qenush pak të vogël, një bebi vogël që më mbushi jetën me dashuri, qetësi dhe dritë. Ai ishte aty për mua në ditë më të vështira. Më ndihmonte shumë në gjendjen time shpirtërore dhe më shëronte pa fjalë vetëm me praninë e tij. Ne të dy po rriteshim bashk. Fatkeqësisht këtë fundvit, në të njëjtën periudhë festash, Holbi nuk është më fizikisht mes nesh. Dhimbja mungesës së tij është e madhe, sepse ata që mbajnë kafsh në shtëpi e dinë mirë. Ata nuk janë thjesht kafsh, pra anëtar të familjes, dashuri e pastër pa kushte. Kjo letër është edhe për të gjithë ata që mbajnë kafsh në shtëpi. I fani dashuri pafund, përqafojeni shpesh, sepse koha me ta është gjithmonë më e shkurtër se sa ne do të donim. Ata na japin gjithçka kanë, pa kërkuar asgjë në këmbim, dhe ne jemi gjithë bota e tyre. 2025, po të lë pas, me lotë në sy, me zemër të trazuar, por mirënjohëse për gjithçka që më falë dhe më mësove. Unë do vazhdoj përpara më e fortë, me kujtime që do të jetojnë përgjithmonë brenda zemrës time. Unë shpresoj për një 2026 me familjen shëndet plot pranë meje, me rrugtime të reja në karrierë dhe pse jo, të gjej njeriu në zemrës për të kaluar pjesën tjetër të jetës. Do jem gati për çdo gjë që do të më servir viti që vjen, ta premtoj vetja ime. Kujdesa e bukur ishte.